Prej disa kohësh rruga Lek Dugazini në Shkodër po vuan mungesën e investimeve. Vëret se në këtë segment rrugor asfalti është i dëmtuar, duke vështirësuar edhe lëvizjen e banorëve. Në këtë rrugë me gjatësi rreth 1 kilometër, krahas amortizimit të rrugës, ndeshesh edhe me problematika të tjera, siç është depozitimi i mbetjeve, por dhe parkimit e automjeteve jashtë rregullave. Banorët theksojnë se kjo situatë vjen prej shumë kohësh dhe nuk po gjen zgjidhje. Ka vite që është shumë fakt. Edhe këta i hapin ta si mëllin këta çtujnave që anda. Ja është kryesore se kur bën shi këtu bëhet skalohet, bëhet ujë. Se këtë kaloj shpesh domethënë, se jam këtë lagje. Keq më edhe bllokohet më që. Edhe ngushtë boll është. Bllokohet. Gojnë për makinat, po. Makinat janë më problem në tëna. Urna, e shikon vetë. Për mendimin tem, një ka rruga është mjaft e dopt. Unë kam punu shumë këtë s'kam kënë dhe këtë rajonit. Unë ty se kam pa me këta konetat që me thonë këtyne tip frances, unë kam thonë një qapë, a e ka kanë pare 100 vjeqë, pëse më bakë kështu, si është një nga rrugët ma kryesore në Shkodër, një nga njerëzit më të mrekullueshëm, pra që janë mirëmajtës, më janë qytetarë, më janë të dëkum. Pra në unë thamë, a që ka bëjë këtë rrugë, a i s'ka bërë rrugë. Por ditë me amortizohet, që. Edhe pra ne kanë thënë rrugë si malë, sepse i ka pas të gjitha vepër të mëdha, të gjitha qytetënimet të mëdha i ka pas. Vetëm pak metra nga qendra e qytetit, rruga Lek Dugazini kërkon një ndërhyrje emergjente për rehabilitim, pasi është një segment me një lëvizshmëri të lartë për shkak të numrit të shumtë të banorëve që jetojnë në këtë zonë.